Ne po bëmë gati në fakt për drekën, të cilën patjetër do ta ndaj me ju, por do të ikim dhe disa gështenja duke qenë se jemi në sezonin e tyre dhe kjo zonë është e shquar edhe për gështenj. Kështu që në sopën me dru do t'i hedhim edhe do t'i ketë gati për t'i pjekur. Gështenjët i vendosëm, trueza është thuaj se e shtruar, e gjitha me produkte vendase, por do ta pyesim më mirë zonjën Naile, e cila më tha, prit se mungon më e mira. Eja zonja Naile, të lutem? Dhe është? Janara. Në Qulmara. Në Qulmara. Po kjo pul. Kjo pulshati? Pulshati. Patjetër. Tani gjitha këto janë të tuat, nga dora jote? Dora ime të gjitha. Ua, për sa e bën ti një drekë si kjo? Për sa e bëj për 2 orë. Për 2 orë? Po. E shkathet. E shkathet. Tani, përpara se ti t'ulesh atë, unë po ngrë këtë. Që është djati i gomaricës. Ky i famshme. I famshmi. Ta provoj unë një herë. Provoje 2 herë, jo 1 herë. Edhe pastaj të jap mendimin. Edhe të bëhemi gati për të ngrënë. Të lumshin duar si fillim. Bëf mirë miserë. Unë po marrë një pjesës edhe shumë i mirë. Ka një shije shumë të fortë, ndjehet shumë edhe në shumë pak, është mjaft i kripur, po vjen edhe si gjalp edhe si djath, që ka shumë i veçantë. Kam provuar shumë lloje djathërash në jetë, por që ka shumë i veçantë. Zona e Çermenikës, me fshatin Orenj në zemër të saj, ka një potencial të jashtëzakonshëm për të bërë e njohur dhe vizitueshme nga të gjithë. Mjafton dëshira, vizioni dhe përkushtimi për ta parë natyrën, traditën dhe shetësinë e këtij vendi të kthehen në një vlerë të madhe. Ashtu si Arturi, i cili pas shumë viteve emigrim, vendosi të rikthehej dhe të ndërtonte diçka këtu, në trojet e tij. Një rikthim që për shumë kënd mund të dukej çmenduri, por që në fakt është një akt i guximshëm, një zgjedhje për të besuar se fshati, toka dhe rrënjët mund të japin jetë mundësive të reja. Ndoshta shprehja guri i rënë në vend të vet merr një tjetër kuptim, pikërisht me njerëz si ai, që guxojnë të ndërtojnë në Shqipëri, në origjinën e tyre, pavarësisht sfidave. Vetëm kështu, vendet e humbura në hartë marrin frymë sërish, dhe zonat e lëna pasdore kthehen në destinacione me histori, natyrë dhe njerëz që besojnë në të ardhmen e tyre. Miqtë dashur, kemi përfunduar edhe për ditën e sotme vizitën tonë në fshatin Orenj, një fshat i librazhit i cili nuk na serviri vetëm bukuri prallore dhe magjike të natyrës, por na serviri edhe zemrën e mikpritjen e njerëzve, të cilët jetojnë në mënyrë harmonike me njëri tjetrin dhe me natyrën. Ajo që na la më shumë bresa ishte eksperienca, ishte përvoja që ndam duke jetuar një ditë
si banorët e kësaj zone, duke u bërë një ditë fermere, duke veshur ato çizmet e thjeshta, e pse jo, duke përjetuar emocionet dhe vërtetësinë e asaj që këta njerëz jetojnë çdo ditë. Faleminderit që na ndoqët, rishihemi të dielën e ardhshme në ekranin e ABC News.